Protestuesit u qelluan me snajper, me bombulat e gazit pas koke. Të tjerëve u goditen me këpucë në kokë të rëzuar për dhe. Pa ata që ndruan të pamposhtur. U përpoqen të friksojnë të mitrit dhe të pohojnë se kanë marrë lek për dalë në protest në një kohë kur ata absolutisht po ktheheshin nga shkolla pasi të kishin ngrënë së bashku diçka. Do i luta shumë të ndëgjoni dëshminë e prindit dhe të njerit prej këtyre të miturve. Djali ka qenë duke ngrënë sufllaqe bashkë me kushërinë e vet për 14 vjeç. Kanë qenë duke ardhur këtej nga Kraulani sa kanë kaluar shkollën Ismail Qemali. Te ura tabakëve. Kanë pasur çantë shtine kishe? Çantën e shkollës me gjithë libra, ka ardhur njëri, ja ka futur në çantë, këta jam trem se nuk e njihnin se ishte gjithaj burr. Edhe i ka thënë çfarë janë, shkoni hidheni te protesta, i ka thënë, edhe i kanë kap nga ora 8 pacaj që ne kemi qenë pothuajse akoma te kryeministria. Edhe i ka thënë shkoni hidheni te protesta dhe po ju kapi njëri thuaj që na kanë dhënë lek.